Mirë se vini. Sot do t'i futemi thellë një proverbi. Një proverbi që në pamje të parë duket fare i thjesht, por që në fakt fsheh një botë të tërë brenda. Është e vështirë të gjesh një mace të zezë në një dhomë të errët, sidomos kur nuk ka asnjë. Kur e dëgjon kështu, të vjen për të qeshur, apo jo? Imazhi është pak si absurd. Por ç'të themi sikur kjo fjali të jetë shumë më tepër se një shaka e thjeshtë, po sikur të jetë një model mendimi, tepër i fuqishëm, që na ndihmon të kuptojmë disa nga gabimet tona më të mëdha? Hajde t'i hyjmë pak më thellë. Okej, le të fillojmë me pjesën e parë. Vet macja në dhëmë. Do të fokusohemi te fuqia që ka ky imazh fillestar. Pra, fjalia fillon duke pranuar diçka që të gjithë e dim. Disa gjëra në jetë janë vërtet të vështira për të parë. E dini, na duhet të punojmë me informacione të cunguara, të kërkojmë në përhije dhe shpeshherë më shumë hamendsojmë se sa shohim qartë. Por pikërisht këtu vjen kthesa gjeniale. Pjesa e fundit, sidomos kur nuk ka asnjë, e ndryshon komplet lojën. Ideja nuk është më thjesht për vështirësinë, por kthehet në një paralajmërim për kotësinë absolute. Papritur, kërkimi nuk është thjesht i vështirë, por krejtësisht i pakuptimshëm. Dhe kjo na çon te pjesa e dytë, gabimi që të gjithë e bëjmë. Tani do të zbërthejmë tamam strukturën e këtij gabimi që citati e vë kaq bukur në pa. Shikoni sa interesante është kjo. Ktu problemi ndahet nga ai që kërkon. Pra, dështimi nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me mungesën e përpjekjes, apo të inteligjencës, apo këmbënguljes. Jo, problemi vërtet, problemi ontologjik siç thuhet, është që ajo që po kërkohet thjesht nuk ekziston. Dhe ja ku është thelbi i gjithë çështjes. Shumë shpesh ne nxitojmë të shpjegojmë diçka, madje ndërtojmë teori të tëra rreth saj, pa e bërë më parë pyetjen themelore. A ekziston kjo gjë fare? Në thelb ne kërcejmë direkt nga të mosditurit tek të besuarit në diçka të gabuar, dhe ky iluzioni është shumë më i rrezikshëm se ignoranca. Po pse e bëjmë ket? Po, ka arsye të thella psikologjike. Truri ynë është i programuar të kërkojë modele, të gjejë shpjegime, madje edhe aty ku nuk ka asgjë. Dhe pastaj, kur kemi investuar kaq shumë kohë dhe energji në një kërkim, është shumë e vështirë të ndalemi. Sepse të ndalosh do të thoshte të pranoje që gjithçka ka shkuar kot. Kjo na sjell te pjesa e tretë. Fantazmat në botën tonë. Tani do shohim disa shembuj konkret se si ky model, pra, kërkimi i maceve që nuk ekzistojnë, shfaqet kudo në jetën tonë. Le ta fillojmë me politikën. Kur përballemi me probleme shoqërore vërtet të ndërlikuara, lind një nevojë pothuajse e papërmbajtshme për të gjetur një armik të thjeshtë, një fajtor të fshehur. Me fjalë të tjera, një mace të zezë që mund ta fajsojmë për gjithçka. Dhe ja ku qëndron fuqia e demagogëve, apo jo? Ata lulëzojnë pikërisht në këto dhomat e errta. Ata pretendojnë se dëgjojnë macen, premtojnë se do ta kapin, kështu fuqia politike nuk ndërtohet duke zgjidhur problemin e vërtet, por duke mbajtur gjallë gjuetin për një fantazëm. Okej, le të kalojmë nga politika te bota e biznesit dhe menaxhimit. Edhe këtu shpenzohet një energji e pamase, duke ndjekur hije. Mendoni pak për kurthin tipik të menaxhimit. Të gjithë fiksohen pas një problemi kultura abstrakte simbolik, ndërkohë që problemi i vërtet mund të jetë diçka shumë më toksore, si një strategji e dobët ose stimuj të paqartë për punonjësit. Pra, e gjithë energjia shkon për të zgjitur një problem që ose nuk ekziston, ose nuk është problemi kryesor. Dhe tani, le të bëhemi pak më personal. Ky gabim shfaqet në mënyrë dramatike edhe në kontekstin kaq delikat e emocional të marrëdhënieve njerëzore. Mendoni për kërkimin xheloz. Kërkimi i vazhdueshëm për shenja tradhtie, edhe kur nuk ka asnjë, mund të kthehet në një profeci që vetë përmbushet. Kuptohet ironia tragjike. Gjuetia për një mace që nuk ekziston, pra, tradhtia imagjinuar, përfundon duke shkatruar pikërisht atë që synon të mbrojë, besimin. Mirë, pyetja logjike tani është si t'i shpëtojmë kësaj errësire, si mund ta shmangim këtë kurth. Ktu na vjen në ndihmë mençuria praktike që fshihet pas këtij citati. Janë disa hapa konkret, një lloj ushtrimi mendor. Hapi i parë, vëre në dyshim vetë premisën. Para se të pyesësh ku është macja, bëj pyetjen a ka fare mace këtu? Hapi i dytë, përcakto provat. Mendo pak, cili fakt, cili vëzhgim do të të mbushte mendjen se dhoma është bosh. Hapi i tretë,
kontrollon motivet, a ka ndonjë nevojë të brendshme, emocionale apo sociale që kjo mace të ekzistoj? Dhe së fundi, ndoshta hapi më i vështirë, prano zbrazdin. Ndonjëherë, përgjigja më e sinqertë dhe më e saktë është thjesht këtu nuk ka asgjë. Tani, kjo mund të tingëllojë si cinizëm, por nuk është as pak kështu. Në fakt, është e kundërta. Është një formë përullësie intelektuale, një disiplinë e mendjes. Është forca për të pranuar kufit e asaj që dim. Sepse në fund të ditës, shpërdorimi më i madh nuk vjen nga dështimi për të gjetur diçka që ekziston. Jo, shpërdorimi më i madh vjen nga organizimi i gjithë jetës, i gjithë energjisë rreth diçkaje që nuk ka qenë kur aty. Dhe kjo na sjell te pyetja e fundit. Ndoshta hapi i pari vërtet drejt mençurisë është të thuash fjalën që krenaria jone urren më shumë se çdo gjë tjetër. Mund të mos ketë asgjë këtu, edhe ndoshta të dish se kur duhet të ndalosh së kërkuari është po aq e rëndësishme, në mos më shumë se sa të dish se ku të kërkosh.